Zotri Ademi, faleminderit për kohën. Keni qenë pjesë e shortit të hedhur që ka qenë një spektakël në Washington dhe të gjithë po flasim me lajmin se nëse Kosova i kalon në këto ndeshjet e play-offit, atëherë i bie se të luajë me Amerikën, me Paraguajin dhe me Australinë. Po, është të vërtet, ne ishim në short dhe sigurisht që ishte në nivel tjetër ky short këtë herë, për vetë faktin që u mbajt në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një qendrën Kennedy fantastike si objekt dhe si organizim, dhe çfarë të them më shumë kur tre përfaqësues të shtetet më të madh, Donald Trump, kryetarja e Meksikës dhe kryeministri i Kanadës ishin ata të cilët e hapen shortin bashkërisht me Infantinon, që në këtë rast kryetari Infantino ishte moderator dhe realisht ishte një ngjarje që neve na boni të gjithëve të lumtur dhe në nivel tjetër e ngriti futbollin këtë radhë. Për neve ishte shumë e rëndësishme të marrim pjesë në këtë short dhe sigurisht përveç se ishte obligative, ishte edhe nder për neve të jemi këtu. Bashkërisht me gjitha ekipet të cilat janë kualifikuar dhe do të kualifikohen, do të thotë që ky short me ekipet që ju e thatë, me kombëtarët që ju e thatë, është edhe një herë më shumë kur është puna që ne të luajmë me Amerikën, sepse këtë ndeshje kemi dashur dhe kemi qenë duke punuar ta bëjmë miqësore për faktin që ton falenderues Amerikës për gjithçka që ka bërë për Kosovën dhe për neve. Por ja, deshti fati që të jemi në short, këtë short thjesht edhe e kishim dashur. Pa në çmimin e tyre, por mendoj që gladiatorët Dardan janë në formë më të mirë të mundshme dhe nëse jemi bashkë dhe nuk ka ndonjë mendim ose ndonjë të dënuar, sigurisht që besojmë këtë grup, besojmë ta gladiator që i quajnë dhe sigurisht do të bëjmë më të mirën të mundshme që të jemi pjesë e Amerikës. Besoj që Amerikës nuk do t'i vënë të keq nëse në poshtë Kosova, qoftë edhe në futboll, duke parë një kombëtare që ka rritur kaq shumë, qenë se i ka ndihmuar vendit kohë më parë. Por sa janë gjasa zoti Ademi që të shkojmë në Kupën e Botës, që të luajmë edhe kundër Amerikës. Fillimisht kemi ndeshje me Slovakinë apo jo në pranverën e 2026-s? Tani e rëndësishme është kjo, dy hapat që i kemi më parë, ose dy ndeshjet më parë që i kemi me Slovakinë, dhe nëse e kalojmë këtë ndeshje, atëherë do të përballemi me Turqinë ose Rumaninë, fituesin e këtyre ndeshje, dhe sigurisht po e kalojmë këtë në kampionatin botëror ose në kupën botërore, thuja se të gjitha ekipet janë të balancuara dhe sigurisht që këtu nuk ka outsider dhe mund secili prej tyre që është nëpër grupe e ka shansën, e ka mundësinë që të jetë ndoshta edhe kampion ose ta fitojë kupën e botës. Pra nuk përjashtohet mundësia e asnjë ekipe, pavarësisht që dihen ekipet me renome dhe dihen ekipet të cilat vazhdimisht kanë qenë në fazën e fundit, por tani e tutje ka shumë ekipe të reja të cilat po e qesin futbollin në nivel tjetër dhe nuk ka favorizues të mëdhej, mund ketë favorizues vetëm në emra, por në fushë nuk po shoh se duke e pas parasysh edhe kvalifikimet të cilat ndeshjet kvalifikuese gjatë radhës e kësaj kupe kanë ndodhur befasi të ndryshme, ndoshta një prej tyne e kanë quajtur edhe Kosovën befasi ose histori suksesit, më mirë me thonë, sepse FIFA na ka shpallur edhe si histori suksesi, që u vërtetua edhe këtë herë kur ishim në short, tani më nuk ka ekip që se një Kosovë, nuk është të që se një ekipin e Kosovës, dhe sigurisht që edhe nga analistët dhe njerëz të cilët mirën me këto çështje, me analizat të ekipeve kush vinë dhe me analizat të ekipeve ku po luhet futbolli më i mirë dhe më modern, thjesht më gëzojnë një fjalë që e thanë shumica prej tyne, duke folur edhe me Arsene Wenger, që thotë sigurisht se Kosovën nuk do ta kenë të lehtë asnjë ekip që ta mund, ose më mirë me thonë, në momentumin që jeni ju, sigurisht që mund ta mundeni pothuajse gati secilin ekip. Pra, këtu na duhet edhe pak fat, na duhet t'i kalojmë këto dy, me këmbë tokë t'i kalojmë këto dy ndeshje që i kemi,
Dhe sigurisht po punojmë dhe po mundohemi në të gjitha frontet edhe për këtë ndeshje, por gjithsesi është obligative që të jemi ekipet tona janë tashmë në Amerikë, jam edhe unë vetë, por sigurisht ekipet tona do të jenë më gjatë për të gjetur pjesët ku ne dhe ku do të jemi dhe si do të veprojmë nëse kualifikohemi, ose më mirë me thonë të 4 ekipet, Turqia, Rumania, Slovakia dhe Kosova, të 4-tat do të vendosin për vendin ku do të qëndrojnë dhe cila do që shkon prej neve do të jetë në atë vend të njëjtë. Kështu është formati i kësaj pune dhe sigurisht që ne presëm që të bëjmë më të mirën. Por gjithsesi, i falenderoj shumë, do më thonë djemët edhe ekipin tonë që kemi ardhur deri këtu, edhe ardha jonë deri këtu, do më thonë është një ngjarje e veçantë, por ne do të mundohemi, nuk do të thotë që jemi të kënaqur vetëm me këtë, sigurisht që jemi të kënaqur, jemi të lumtur, por ne kërkojmë më shumë, kërkojmë pjesëmarrje në kupën botnore, pikërisht në këtë grup që jemi dhe pikërisht me këtë ekip që e kemi. Zotëri Ademi, faleminderit shumë për kohën edhe faleminderit për lajmet e mira që na sollet nga Amerika dhe urojmë për suksesin e kombëtarës së Kosovës në futboll. Mendet qofshin, faleminderit shumë, faleminderit.